Kemi kapaciteti që mujmë dhe më thënë gjatë vitit mi bo 100.000 lule. Këto lullet sezonale janë 20 lloje. Mi u tregu që edhe në Kosovë mundesh me punu. Pasioni si pasion ka qenë si fëmijë, dhe më thënë familja që i ka desh lullet. Pastaj kom punu në shtetin Zvicran atje. Përvojat e para edhe kulturën e punës e kena marrë prej atjet edhe jena mirë njës për kulturën e punës, sistemin e punës. Gjatë luftës kur banën sankcionet ish Jugoslavisë, na kthyn na jena konë si sezonjerë, punë të përkohshme, atëherë kena vendosur me shoqen me hap një biznes të luleve. Pasi e njoh shumë këtë profesion, 2007 e kena hap si biznes, edhe kena shku gradualisht, domethënë, e kena pas në fillim një mik tonin, një donator ka qenë, pak na ka dhënë hapat e parë, ai quhet Njazi Basha, që e falenderojmë shumë. Pastaj kena fillu gradualisht ka dal të punu. Pas luftës ishte vështirë se njerëz të kqyrshin ekzistencën me me rregullu kushte ku me jetu, po fati mirë që lullet edhe drujt u rrit edhe vlera e bimëve. Pastaj fillu me tregun, tani kena fillu me rregullim të borrëve, mirëmbajtje, pastaj kena fillu bashkëpunimin edhe me kuvendin komunal të Suarekës, kuvendin komunal të Prizrenit, disa vende turistike që janë si Përvalla, disa lagje si në Prishtinë që janë kështu. Kena punu, falë Zotit, na ka ecë mirë, edhe kena mrit deri këtu, jam i kënaqur që ko mujt fëmijën mi shkollu këtu, mi eduku, mi u tregu që edhe në Kosovë mundesh me punu, si të ki vullnet edhe disponim, kjo punë është relaksuese e mirë, po është pak edhe mundishme, se është e ndishme pak. Kemi dikun kapaciteti që mujmë dhe më thënë gjatë vitit mi bo 100.000 lule, ma shumë nuk e kem mundësin, hapësiren për momentin, po këto në bashkëpunim me njerëz që kena, partnerë si kuvendi komunale, disa tjerë, kështu që prodhimin tonë e shesëm këto afër. Biznesi është familjar, punoj me familje, po në sezon marrëm edhe një punëtor sezonal, më thonë kur të kemi mjellje në teren. Kemi disa kopshte mirëmbajtje, ku rregullojmë në ato hapësirat, pse njerëz janë në perëndim, edhe kanë nevojë për mu kujdes dikush, kështu i kem disa oborre që na i punojmë edhe i mirëmbajmë ato. Kaloj mirë me klient, i kem klient shumë vite, nuk i kem klient veç një sezon, edhe mo, falë Zotit, tash djali e bon edhe ma mirë se unë, të thotë premjen, rregullimin e bimëve, aja është tash që thojnë prindi gjithë ka qef djalin me pa manal se veten. Edhe djali mirë, në ndimon, mujna me thonë që 10 vitet e fundit, interesimi është shumë i madhë, dhe thotë pavarësisht kushtet çfarë i ka njerëz, çdo shtëpi, çdo familje ka lule. Tash dikush ma shumë, dikush ma pak, po shifet që i dojnë lullet, edhe i njohin lullet, dhe me thonë Suareka, Prizreni, edhe i njohin lullet, nuk jam dështa, s'pëdu me thonë për vene tjera se nuk i njoh dhe unë gjithë asi, po klient e njohin lullen edhe cilësin din me ta vlerësu. Na kur kem fillu këtu, nuk ka qenë qysh me thonë, prind tani janë marrë me tjera gjona, kjo kon një diçka risi, edhe kon fillim që me bo këtu në vend ku i kem shtëpiat për shkak kena frigu si do të hecë puna, biznesi që mos tjena se jena mësu me punu pa kredina, pa do më thonë forcat tona. Kështu që ja kena arrit, njësirë na kanë imu Ada Austriake, jena mirë njësë shumë, na kanë dimu ata, na kanë letësu do më thonë prodhimi me dalë ma herët. Këto lullet sezonale janë dikon spaku 20 lloje, do më thonë 20 familje që i qujmë na. Tani njerëz i kanë shijet e ndryshme, dikush do petoni, dikush do begonje, dikush do tagetes që i qujmë na me ata emnat, varet shija njerëzve, po paka shumë e kena mësu se çka kërkojnë njerëz edhe çato lule i prodhojmë. Interesi jonë është që me prodhu çato lule edhe me shit, mos me prodhu diçka që populli nuk e njen edhe nuk ka rezerva për me ble. Trive ju kisha thonë, shkollës mos më hek, edhe në vend tonë mundesh me punu sikur na që kena gjetë vetën, ndoshta na me shkollat mesme, kena gjetë me bo një biznes, një ekzistencë, një ekonomi familjare, kurse këta kanë kushte ma të mira, edhe na jem prind që tash i motivojmë dhe i stimulojmë ma shumë fëmijët me hecë përpara. Në atë kohë, na kur e na konë që në konë rrethona tjera, prindit edhe me desh nuk ka mujt. Se një njeri ka punu, desh mi mojt 5 fëmijë, 6 fëmijë, nuk ka mujt mi adal, kurse tash na po mundomi për ata fëmijë me bo ma të miren, edhe pa shkollë, edhe pa punë, nuk ka jetë.